Të vendit, po ashtu të drejtën e saj të votës e ka ushtuar paraprakisht zonja Jahjaga, ish presidentja e Kosovës, Atifeta Jahjaga, të falenderoj për kohën fillimisht që ndatë. Në orët e para të mëngjesit ushtrove të drejtën tënde për të votuar. Fillimisht si shkoi procesi votimi. Faleminderit shumë, po tani si që patë dhe ju, unë përmbusha obligimin tim qytetar, ushtrova të drejtën e votës. Procesi ishte jashtëzakonisht i mirë, aq sa ne e dëshmuam këtë mëngjes të sotëm, po shpresoj dhe është shumë e rëndësishme që dita sotme të kalojë në mënyrë të qetë, të mos ketë incidente, të cilat do të vendosin në pikpyetje gjithë procesin e zgjedhjeve të sotme, dhe unë ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar, sepse secila votë ka rëndësi dhe bën ndryshim për vendin e tyre. Patjetër, sepse janë mbajtur edhe zgjedhje të shpeshta zonja Jahjaga, vendin e zgjedhjet të jashtëzakonshme, në zgjedhje lokale, prapë në zgjedhje. Është rëndësishme që dalin sot apo jo që të votojnë, pavarësisht që mund të jetë e lodhshme ky cikël zgjedhjesh. Këtyre viteve me radhë, pa marrë parasysh se kemi pas disa raunde të zgjedhjeve parlamentare, zgjedhjeve lokale, neve çdo herë më shumë po e dëshmojmë si qytetar, si institucione atë testin e demokracisë për procesin e mbarvajtjes të zgjedhjeve, por kohëve të fundit ndoshta po shihet një ulje e intensitetit të qytetarëve tanë të dalin në zgjedhje dhe për atë ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre, sepse është në të drejtën e sovranit qytetarët Kosovës që të bëjnë ndryshim për vendin e tyre.